Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini një lugë vaj ulliri esëll në mëngjes dhe ajo çfarë ndodh trupit tuaj do ju befasoj. Vaj ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole, sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyra esenciale për një shëndet më të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vajin e ullirit ju mund ta konsumoni në gjellra dhe në sallata, por a e dini se çfarë ndodh nëse pini një lugë gjelle vaj ulliri çdo ditë me stomakun bosh? Në qoftë se ju vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk. Të pini një lugë gjelle vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore tek vaji i ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm të gjithë funksionin e sistemit tuaj imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënjen e flokëve. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësesi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos në qoftë se ju e ndjeni lëkurën tuaj të thatë dhe të pajetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë ose me pak vaj ose i kombinuar me të verdhë veze, pure karrotash ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë ndryshimet e para. Mëlçia është një ndër organet më të rëndësishme të sistemit tuaj tretës. Ajo kryen disa funksione. Metabolizon të gjithë elementët ushqimor si yndyra, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale e të tjerë. Prodhon gjithashtu substanca për të përthithur vitaminën K dhe ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten. Prodhon enzima edhe për të tretur ushqimin dhe funksionon si detoksikues për të larguar lëndët toksike të cilat janë të marra nga ushqimi apo janë prodhuar në aparatin tuaj tretës. Por, si çdo organ tjetër, edhe mëlçia juaj ka nevojë që të detoksifikohet. Prandaj ju duhet që të përzjeni një lugë gjelle me vaj ulliri dhe një lugë gjelle me lëng limoni dhe pijeni esëll çdo mëngjes. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësesi në regjimin ushqimor të prekurve nga diabeti. Madje sipas mjekëve ata duhet që të konsumojnë vetëm ushqime të gatuara me vaj ulliri, pasi ulën nivelet e kolesterolit të keq dhe balancon nivelet e glukozës në gjak. Ndërkohë, edhe rënja e gjoksit është e natyrshme kur ai humbet fleksibilitetin dhe elasticitetin. Duhet theksuar që nuk ka muskuj dhe përbëhet nga inde lidhëse dhe gjëndra të cilat prodhojnë qumshtin. Që ta mbani atë në formë, duhet të tregoni kujdes të veçantë për të. Për këtë arsye, masazhimi i tij me vaj ulliri pas dushit, por edhe në momente të tjera të ditës, është një plus më shumë. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe gjithashtu një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai përmban fenole, sterile dhe acide yndyrore si acidi linolenik dhe palmitik. Acidi oleik dhe yndyra esenciale për një shëndet të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vajin e ullirit ju mundet që ta konsumoni në gjellra dhe në sallata të ndryshme. Por, në fakt, çfarë ndodh nëse ju e konsumoni atë me stomakun bosh? Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, ju duhet të provoni
këto truk, të pini një lugë gjelle me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta e mbrojnë shëndetin ton, mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionin e sistemit imunitar. Ndërkohë, ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokëve. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësesi në rutinën tuaj të bukurisë, sidomos nëse e ndjeni lëkurën tuaj të thatë dhe pajetë. Mjafton një masazhim i fytyrës tuaj me pak vaj ose i kombinuar me të verdhën e vezëve, puren e karrotave dhe vaj kokosi dhe kështu fytyra juaj do të ndjejë menjëherë ndryshimet e para. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Ai redukton skuqjen dhe ëndjen dhe mundet që të ngadalsojë shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Gjithashtu mund të humbisni në peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt tërësisht pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumimi i vajit të ullirit i ndihmoi ata që të humbisnin në peshë. Sipas ekspertëve, është i mirë për trurin. Konsumimi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka munden gjithashtu që të shkaktojnë edhe sëmundjen e Alzheimerit, ndërkohë ajo është sëmundja më e zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se ata të cilët përmbajnë një dietë me pak yndyrë, përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet të cilat gjenden në vajin e ullirit përmirësojnë dhimbjen e kockave dhe ngurtësinë e mëngjesit të cilat shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe me ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mundet gjithashtu të ndihmojë edhe në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrëve. Disa lloje bakteresh të cilat jetojnë në stomak munden të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteret dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojë bakteret e dëmshme në më pak se 14 ditë. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit mund të jetë sekreti për uljen e glukozës në gjak. Ai mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe mund të zvogëlojë rrezikun e tij me 40%. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.